Jeni të pastrojmë pak shtëpinë tani, ta vëm një çik në një radhë, se kur e kam pushim nga puna, i zë një çik me radhë punët, edhe them që të shlodhem, po nuk të shlodhem, lodhem më shumë kur jam në shtëpi edhe kam pushim nga puna. Ndaja edhe fillova të gjitha punët me radhë, pasi e çova djalin në shkollë, lava enët, i rregullova, i vura në përvende, e nxora të gjitha plerat jashtë, neve plerat këtu në Angli janë disa që vënë për recycling, do me thënë kartonet e gjërat e tilla, pastaj plerat që janë të përgjithshme, ato që hedhim gjitha bashkë, nëse kemi një 3-4 kështu lloj që duhet i ndajmë. Pasi i hodha edhe plerat jashtë, pastaj ja fillova të marr pluhurat në shtëpi, që nuk e di nga del ky pluhur gjithmonë ditë për ditë, e ti marrësh pluhurat ditë për ditë, do kesh pluhur brenda në shtëpi. Fshiva një çik, nuk lava, se e kemi me tapet shtëpinë, e tapetet këtu më keni thënë se si i pastrojmë, zakonisht i pastrojmë me ato fshesët që janë me, si ta them tani, nuk e di në shqip, nejse, me kimik, ku diu, nuk e di tani si e thon, po i gjeni ato fshesa dhe nëse nuk i kemi në shtëpi, mund t'i marrësh me qira ose nga supermarketet ose nga vende të tjera, edhe të pastrosh tapetet që të pastrohen mirë. E pastrova të gjithë shtëpinë si shikoni, drejt e bëra, nuk mund të thoni, derisa të kthehet djali nga shkolla, pastaj do bëhet prapë aty shtëpia, të pi edhe unë një kafe tani, të qetësohem 1 orë që kam derisa të vete të marr djalin. Çfarë tjetër do thoshja, këto që thoni, kjo ishte dita jonë sot, pastrim edhe rregullim shtëpie, u shlodëm nga puna, mos e pyesni se sa shumë u shlodëm, të shijoj tani një çik kafen edhe unë, edhe të iki për tani, të kaloni dhe juve një ditë sa më të bukur.